Dy vëllezrit Pandush dhe Tomas Lako janë jo vetëm të apasionuar ndaj kafshëve, por janë bashk edhe në biznesin e tyre, Pet Shop Lako. CNA TV sjell për shikuesit një reportazh kushtuar këtij dyqani kafshësh me shumë fakte interesante dhe të veçanta për të gjithë ata që kanë dëshirë të njihen me llojet e kafshëve dhe për ata që janë të interesuar të bëjnë pjesë të familjes së tyre. Në një intervistë për CNA, Pandushi tregon pasionin e tij për kafshët dhe se si arriti të zhvillonte dyqanin e vetëm të kafshëve në qytetin e Korçës. Pasioni ka qenë i zhvilluar ndër vite, domethënë që në vitet e para të familjesë, edhe nga ajo kohë pastaj gjithmonë lindte ajo ideja për të mbajtur një kafshë shtëpiake. Sa vjen edhe më shumë mësonje rreth një kafshë, duke pasur pasion pastaj pak më i shpejt si proces. Edhe fillimisht kam qenë klient te ky dyqan. Zotria pastaj iku në Amerikë, para 2 vitesh bëhet fjalë, si dyqan ka qenë në vitin 2012. Ai ishte vendosur që do më jepte mua me patjetër, dhe nga ai momenti sot dyqani ka shtuar pothuajse 80% më shumë nga kafshët që kanë qenë këtu. Sepse në fillim kanë qenë vetëm kanarinat, peshqit, kurse sot ka ekzotiket, janë qenë, janë macet, brecat edhe shumë kafshë të tjera. Por si e ka përjetuar fillimin e këtij aktiviteti Pandushi? Fillimisht 6 muajt e parë kam patur vetëm dhimbje gjunjsh, nga mëngjesi në darkë. Po çdo ditë që kalonte krijonja më shumë eksperiencë, isha më i sigurt në ato që bëja. Edhe ndërtoj një lloj rutine të caktuar që ke si fëmijë të gjithë, domethënë do kujdeset për secilin në mënyrën e duhur. Nuk është as e vështirë sa duket. Sa kohë të merr? Po thosë gjithë ditën, sado që të shkëputesh është e pamundur, sepse gjithmonë i fokusuar këtu. Në Pet Shop Lako gjendet një shumëllojshmëri kafshësh, duke filluar nga ato shtëpiake që të gjithë mund t'i mbajnë, e duke vazhduar me gjerpërind dhe kafshë ekzotike. Këto të fundit janë risia e këtij dyqani, i cili është i vetmi në qytetin e Korçës. Po fillimisht jemi njohur për ekzotiket, duke qenë se ato bën goxha bujë, si thuash, nga që ishte risi në Shqipëri. Më pas peshqit janë një pikë goxha e fortë për ne. Papagajt janë të gjitha speciet e papagajve, kanarinat, zogjet ornamentale, janë brecat, macet, sigurisht edhe qenushit, rasat e ndryshme të qenushve, mund t'i gjenë të gjitha. Ekzotiket, tani ka tarantulat, janë gekot, ka disa speciet e ndryshme, akrepash. Jo të gjitha mund t'i mbajmë për arsye menaxhimi, por që mund t'i porositim çdo lloj specie të mundshme ekzotike që ekziston. Nga më të rralla domethënë, si thua. Normalisht të gjithë do të pyesni për vlerën që ka çdo kafshë, a është ajo e përballueshme dhe sa arrin çmimin më i lartë. Këto na i tregon me detaje Pandushi, i cili tregon se realiteti është ndryshe nga çfarë mund të mendojmë kur shohim një kafshë për herë të parë. Mirë, vlera në fillim kur pyet një kafshë ekzotike duket sikur duhet të pagua shumë për atë, po realisht nuk është ashtu. Në vitet e para në Shqipëri ashtu ka funksionuar, po sot për shembull gjarpri që më pak i kushtueshëm si të thuash është shkon rreth 100 euro. Një gecko kushton rreth 30 euro. Tarantulat shkojnë 30, 40 apo 50 euro. Nuk është se kanë kosto të mëdha dhe mirëmbajtjen e kanë shumë të ulët. Për kujdesi pastaj është, domethënë të gjithë njerëzit që janë të apasionuar, ne i suportojmë gjatë gjithë kohës, për çdo lloj pikpyetje, çdo lloj pyetje që mund të kenë, ne i ndihmojmë. Po ka çdo tjera masë që nuk ka sa më kushtojnë zakonisht. Mirë, ka shumë lloje të ndryshme, domethënë varion nga 300, si të thuash, deri në 800 euro, maksimumi që ne kemi menduar.
Së bashku me Pandushin, zgjodhem që të flasim më tepër për gjarpërin, një zvaranik që në pamje të parë mund të krijojë idenë e frikës, por që në fakt nuk është i rrezikshëm. Duke mbajtur 2 gjarpëri në duar, Pandushi tregon se si mund të përkujdesemi për një gjarpër, e çfarë kushte shkërkojnë këta lloj zvaranikësh për të jetuar sa më gjatë. Një fakt interesant që vlen për të përmendur është pikërisht fakti se 80% e personave që i preferojnë gjarpërinjt janë femra, ndërsa meshkujt kanë frikë prej tyre. Kujdesja shumë e thjeshtë, mjafton vetëm të monitorosh lagështinë dhe temperaturën. Përgjithsisht ata kanë, domethënë terrariumisht ambienti ku ata jetojnë, edhe ndahet në 2 pjesë. Pjesa e parë është me ngroje, nga poshtë, me fletë ngroje, sepse duke qenë se janë zbaranike dhe nuk e rregullojnë dot vetë temperaturën e trupit si gjyqtarët, ata kanë nevojë ta marrin ngroje. Pjesa tjetër është e ftohtë. Pjesa e ftohtë për të rregulluar temperaturën. Mjafton ujë, është një lloj dru kokosi, quhet, është kokosi. Kjo shërben për të siguruar lagështinë. Edhe ushqyera është në varësi të moshës, përgjithsisht një në 5 ditë, pastaj ka një në javë, një në 2 javë, varet nga lloji i gjarpit. Është shumë e thjeshtë, është më e thjeshtë se sa duket. Siç është edhe vetë, nuk se ka ndonjë lloj risku, është thjesht ajo psikoza në njeriu që ai kontakti i parë duket shumë i frikshëm, po sa më shumë qëndron pranë tij apo sa më shumë e prek, aq më shumë kupton që nuk është rrezikshëm. Domethënë 80% e personave që janë të apasionuar janë femrat. Meshkujt kanë shumë frikë, akoma. Femrat i preferojnë më shumë. Mbase edhe futet pak pjesa e vanitetit, se sa pasioni, por që gjithsesi pastaj zhdrohet në pasion, do apo zo. Është diçka e bukur, është e veçantë, kontakti me gjarpin, kontakti fizik, është goxha i veçantë domethënë. Edhe më besoj që janë më pak të rrezikshëm se papagajt. Papagajt janë kafshues në krahasim me gjarpin. Këto janë një lloj pitoni që është një lloj piton afrikan, ball python quhet, edhe domethënë 99% e rasteve nuk kafshon asnjë. Vetëm ka një rast rrallë kur janë shumë të agresiv, personat që i kanë mbajtur i kanë keq trajtuar, si të thuash. Edhe ai e merr agresivitetin që në vogëli dhe e zhvillon pastaj më tej. Përgjithsisht asnjë shërbet nuk është ka ndonjë risk apo agresivitet. Qyteti i Korçës, i njohur si qyteti i traditës e kulturës, në fakt ka edhe shumë të apasionuar pas kafshëve. Janë të shumta ato familje që zgjedhin të kenë një kafshë shtëpiake në banesat e tyre, si mace apo qen. Vet Pandushi tregon se ku janë të fokusuar korçarët apo edhe turistët, e po ashtu thot se qëllimi kryesor është jo vetëm shitja e një kafshe, por ndihma për të informuar njerëzit që i blejnë. Normalisht që ka shumë të apasionuar, paq më tepër për kafshët shtëpiake të cilat kanë qenë ndër vite, paktën macja apo qeni, edhe janë shumë të interesuar për rasat e reja që shohin, apo dhe kanarinat normalisht janë shumë të preferuara në Korçë. Po normalisht edhe për papagajt ka shumë interes, po aty është dhe misioni ynë pastaj që t'i shpjegojmë sa më shumë, t'i informojmë sa më shumë cili është ushqimi i dur, apo në disa raste edhe disa lloje mjekimesh që i drejtojmë tek veterinerët, për të evituar çdo lloj problemi dhe për kujdesin maksimal ndaj kafshës, sepse në fundit ajo është kryesore. Pavarësisht dëshirës apo pasionit që ka një njeri, ai pa e kuptuar e dëmton kafshë, çdo lloj kafshë shtëpiake. Ai është misioni në fundit që paktën të jenë shumë të informuar dhe të tregojnë sa më shumë të kujdesshëm. Pet Shop Lako prej 2 vitesh ka sjellë një risi në qytetin e bukur të Korçës, një pasion i 2 vëllezërve që vazhdon sot e kësaj dite të zhvillohet edhe më tej, duke u qëndruar pranë të apasionuarve ndaj kafshëve dhe duke promovuar kafshët egzotike, të cilat nuk mund t'i gjejmë në vendin tonë.